Ky emision mundësohet nga Përshëndetje miqtë e mi të dashur të në Zoom, për i takohemi kështu edhe këtë të premte me mua Albina Zenelin këtu në epizodën e re të në Zoom, ku përveç informimit urojmë, shpresojmë zamër që sa do pak edhe kemi me ju argëtu. Faleminderit shumë Felicia Fashion dhe As Studio. E arsyeja që sot gjendemi pikërisht këtu në Gjilan, ka të bëjë me një histori suksesi të një prej trajnerëve që ka qenë shumë i spikatur në mediat vendore rajonale. Bëhet fjalë për trajnerin e të Zekiria Ramadani, si asnjëherë më parë ku janë rrëfyer ekskluzivisht për kamerën e në Zoom sfidat, historitë e suksesit, por dhe detaje tjera që publiku më parë nuk i ka ditur. Dentisti familjes zgjedhja ime. Shikues të dashur të në Zoom, po kemi atëru në Gjilan e për këtë tjetër, përveç për trajnerin e klubit që fitoi titullin kampion, Dritën. Do ta zhvillojmë një intervistë ekskluzive me Zekiria Ramadani, ku do na flet për trejat e klubit. Normal që duhet të jem krenar, për shkak që është një arritje jashtëzakonshme. Unë në Kosovë nga 5 skuadra që kam punuar, me 4 jam kampion, nuk e kom bo vetë. Kjo është një sport kolektiv dhe pa futbollistët që janë bazë elementare, futbollist cilësor, kvalitativ, pastaj stafi teknik, drejtuesit, tifozët, infrastruktura, gjithçka është nër kompetencat e ekipit, e klubit. Dhe kjo arritje është një gjë që shumë mirë vjen kur ndëgjoj të tjerë që flasin, se s'kam nevojë të flasim për veten, flasin rezultatet dhe përmenden në çdo studio, në çdo vend, përmenden për të mirë dhe shpresoj gjithmonë përmenden për të mirë. Ai më tutje thot se asnjëherë nuk është i kënaqur me veten, mendon se mund t'jap edhe më shumë në futbollin kosovar. Se futbollin e ka pas pasion qysh në fëmijëri këtë po e dim. Ai rrëfen me dashni të plot për ekipin në cilin është trajnar. Kjo punë do pasion. Domethënë që nga mosha që mund të maj mend unë për vetveten, futbolli ka qenë sporti i parë që unë kam dashur dhe shumë punë arritëm të luaj si futbollist në disa nivele. Pastaj puna e trajnerit është një gjë shumë personale, se çdo mund ta quaj art, mund ta quaj shkencë, edhe zell, dhe kur e punon me pasion është shumë ndryshe. Motivi është thjesht çdo ditë zgjohesh ose flen gjumë me futboll, duke bërë analiza, duke pa ndeshje, duke e transformuar edhe në familje këtë smundje, thojsa për e quaj një këtë sport, që patjetër që gjithë më kuptojnë, shumë familjar, ndoshta s'kam pas
lidhje me futboll ose s'kam pas dëshirë të shohim, po unë kam bra dhe kur luhet ndeshja drita në gjithë familjen time, vetëm drita shifet. Po nëse përmendim përgatitjen dhe procesin për një titull kampion. Ndoshta na intereson të dim se cila është receta e suksesit të Ramadanit, apo ritualet që ai e praktikon para një ndeshje me rëndësi unike. Arma ime kryesore është mbrenda grupit të krijoj një familje dytë. Ne çdo kush ka familjen e vet në shtëpi, mirë, po kur vim këtu, unë hallët e familjes time ose nuk I çaj këtu. Atë lë me një anë, këtu është familja ime e dytë, siç është për mua, është për drejtuesit, është për futbollistët dhe për të gjithë. Dhe nga kjo fillon ai procesi për ta përgatitur një ndeshje ose një kampionat. Kur vjen java e kampionatit, ne me stafin tim gjithmonë përgatitemi çfarë do stërvitemi dhe bëjmë analizën e kundërshtarit. Dhe mundohemi, normal që asnjëherë nuk do thotë se na del mirë, mundohemi të gjejmë pikat e dobta të kundërshtarit, të sulmohet në pikat e dobta dhe të mbrohemi nga pikat e forta dhe kjo është pasaj puna e trajnerit. Ato ne mund t'i kuptojmë, mund t'i shohim, po si do t'ja u bartin futbollistëve këto ide. Edhe kjo nuk bartet me projektor ose me fjalim, kjo duhet bëhet në fushë me praktik. Se një gjë që praktikohet, patjetër që përmirësohet. Një trajner I mirë di ta motivoj ekipën. Zekiria nuk heziton të ndajë me shikuesit e emisionit në Zoom se janë 3 lloje të liderit, e thotë se bën pjesë në të dytin. Në rrethin e trajnerëve evropian, ka pas trajner në 3 grupe, siç na thënë, trajner diktator, kur s'ka guxu askush me fol asnjë fjalë, vetëm ai ka vendosur dhe s'ka pyet kërka. Ka trajner që janë komunikativ dhe ka trajner që janë shumë tolerant. Domethënë grupi I parë ka sukses, po janë zhdukje. Grupi I dytë është më I avancuar, komunikativ, çdo me debat mund ta zgjidh, me fjalë, me punë, jo me diktaturë, dhe një grup trajnerash që janë shumë tolerant, ku I duan gjithë, edhe futbollistët don trajnerin tolerant, po shumë më pak është I suksesshëm. Unë mundohem të jem te ky grupi I dytë. Jam shumë I afërt me futbollistat, ne nuk flasim vetëm për futboll, nuk flasim vetëm për ndeshjen e radhës, po flasim edhe për problemet që mund t'i kenë në jetën private, normal I ofrohen për ndihmë nëse mund t'ju ndihmoj. Ndeshja fillon nga dita e parë e fazës përgatitore, aty fillon përgatitja e ndeshjes. Nëse ne e lëm që nesër kemi ndeshje, edhe e kemi lënë tanë javën pa punu, ose duke bërë servitje, po pa u përmend kundërshtari I radhës, pa u transformu informatat për kundërshtarin e radhës, edhe mendojmë që nga sonte do të përgatitemi ekipin për nesër, ne kemi dështu. Kështu që një javë të merr minimum për të përgatitur ndeshjen e radhës. E deri këtu e sollë muhabetin, trajneri flet pak edhe për konkurrencën. Nëse nuk do ishin kolegët e mi në skuadra tjera kvalitativ, nuk mund të isha unë kjo që jam. Se kur nuk ke konkurrencë, lëshon pak më lehtë, nuk angazhohesh atë sa duhet. Unë kam konkurrencë të fortë, sot nëse largohem nga drita, unë jam I bindur që drita mund të gjejë 10 trajner minimum në të nivelit tim. Dhe pikërisht për të mbajtur vendin I punës do shumë angazhim, sakrificë, do mobilizim. Mjaftueshëm filozofuam, tani është koha që mysafirit të sfidohet me blic pyetjet në Zoom. Normal që çdo titull kampion ka ëmbëlsinë e vet, edhe ky titull është shumë I rëndësishëm për shkak që vjen pas një periudhe 5 vjeçare që nuk ka rrit drita të fitoj titullin kampion. Ne flasim për javën e fundit që kemi dalë kampion, po kjo është shumë punë, sakrificë, mobilizim, luftë sportive në çdo lloj fushë dhe jam shumë I kënaqur që arritëm 4 ndeshje para fundit të shpallemi kampion për të pas kohë më tepër për të bërë një parapërgatitje për atë që na pret në arenën ndërkombëtare. Kjo që ishte për këtë edicion, ne arritëm titullin kampion, por na pres shumë punë për të arritur që kemi
parashikuar para ne se çfarë duhet bëjmë në Evropë. E para duhet të bëjmë ekipin, ato futbollistët që janë pa kontrata të vazhdojmë kontratat dhe pastaj të bëjmë ndërhyrjen e duhur në reportet e duhur me futbollistë cilësor, cilët do përshtaten në mentalitetin tonë, në stilin të lojës, në sistemin e lojës dhe padyshim si pikësinimi jonë është arrim në grupet qoftë ato Europa League ose konferencë. Ato që janë këtu dhe ju s'ka dhënë kontrata, normal, ne kemi dhënë listën, e din drejtues dhe janë bisedime me futbollistë që duam t'i ndalim. Pastaj pa mbaru kjo pjesë, nuk mund me bë prurje të reja, se nuk është korrekt ndaj këtyre futbollistëve që kemi këtu. E para duhet mbyllim me këto marrëveshjen, pastaj normal që do kthehemi edhe për prurjet e reja që do të jenë, por nuk ka as emër për momentin. Nuk i ndajmë gjithë, po ato që duhet me ndajmë dhe i ndajmë. Më nervoz unë nuk është askush. Kështu që s'mund ma kalojnë aty asnjëri. Dhe sa i përket vonesave, disiplina është e jashtëzakonshme, se unë mendoj që disiplina është themeli i një suksesi dhe disiplina fillon nga unë dhe stafi. Nëse unë vonohem, futbollistat e kanë me drejt vonohen, askush s'mund t'i akuzon. Po derisa unë vi 1 orë e gjysmë para stërviqjes, ato e kanë për detyrë 1 orë para stërviqjes me qenë këtu. Kemi disa probleme të ëmbla, shembull e kemi Almira Izerën, i cili gjithmonë del i fundit në zemje, gjithmonë del i fundit në stërviqje, domethënë po prapë është në orar, nuk është që është jashtë orarit, është në orar, mirë po pret gjithë ekipet jetë në fushë, pastaj na vjen edhe dim që kur del Almira Izeraj në fushë, s'ka mbet asnjë në zhveshtorë. Kurse unë e kam thënë edhe me një emision tjetër, para një kohë të shkurtër, kapiteni jonë Rombroja, dhe kam thënë më shoh zot dëmtohet Rombroja se nuk di si mund të zëvendësohet dhe për fat keq na u dëmtu dhe kishim shumë problem në organizimin e ndeshjeve, në organizimin e aksioneve dhe doli që është analizë plot dhe saktë imja. Nuk kemi problematik në skuadrë, se tash ai që është problematik, ai do t'ishte përballur që në fillim me mua, se ma problematik se unë nuk është askush. Ma nervoz se unë nuk është, po ma i disiplinum se unë nuk është askush. Por si isha pjesë e dritës dhe gjithkush që kanë qenë pjesë e dritës dhe kanë dalë na jepshin informata që te drita nuk mungon asnjë sen, që shumë klubi organizuar, sidomos në aspektin financiar kur bëhet fjalë për paga, për premia, për bonuse, janë shumë të rregull dhe shumë korrekt dhe tani po i bëj pothuajse 20 muaj dhe po e vërej që është me të vërtetë një kënaqësi e madhe që jesh pjesë e dritës. Sa i përket shumës, asnjëherë nuk jam i varur nga shuma që dhe më shumë kam nevojë për respektin për punën që e bëj dhe të jenë mirënjohës njerëz që më paguajnë sesa që më japin një shumë të lartë dhe nuk më respektojnë. Ajo s'ka vlerë parë asnjëherë. Jam shumë i kënaqur me kushtet dhe normal tani unë nuk kam të ardhura në asnjë mënyrë tjetër përveç kësaj pune që e bëj dhe kjo punë mund sot jam të drita, nesër mbaron kontrata mund t'jesh pa punë dhe kështu që duhet mendosh edhe për periudhën kur mund ngelesh pa punë. Dhe nëse nuk je një ekonomist i mirë, atëherë do kemi problem. Mirë po, mundohem që t'jem ekonomist i mirë dhe mundohem që të kem një të ardhur të mirë që mos nëse ngeli pa punë, mos t'futem në çdo skuadër vetëm për shkak rrugës. Nuk caktoj vend, kisha pas dëshirë, kjo është dëshira ime, kisha pas dëshirë që të bëjmë unë, trajneri i parë, që paguhet dëm shpërblim tek drita për me marrë një skuadër tjetër. Dhe ishte kjo një gjë shumë e mirë, që drita të përfitonte nga transferimi im në ndonjë skuadër tjetër. Qoftë në lindjen e mesme ose kudo tjetër, po kisha pas dëshirë që drita të arrijë në skuadër e parë që shet trajneri.
Pa dyshim që ja vlen, nuk është ajo periudhë e pas luftës direkt ku s'ja ka vlet me u marrë me futboll, se edhe një kamarier ose nuk du të nënshmoj këto vendet e punës, po një punëtor krahu ka marrë më tepër sa një futbollist, kurse tani është ndryshu ai sistem. Janë paga të mira dhe janë paga me rregull në shumë skuadra, sa i përket vonesave, ne tek Prishtina 3-4 muaj kemi punuar pa rruga, domethënë gjithë vitin kemi qenë 3 muaj ose 4 muaj mbrenda. Stafi teknik ka qenë minimum 6 muaj, domethënë 6 muaj pa rruga, por nëse ke pasion, nëse ke dëshirë, nëse ke vullnet për të punu, ne ato rroga pastaj morëm dhe u shpallëm kampion dhe arritëm t'i marrim rrogat. Nuk do të thotë se nëse me një skuadër vonohen rrogat edhe ti nuk duhet punosh, se nuk është puna. Unë sot kam firmos kontratën me Dritën, sot para 2 muajve kemi vazhdu kontratën për 2 vjetë. Në atë ditë që kom vazhdu kontratën, unë kom fillu punën për kontratën pas kësaj kontratë. Nuk mund t'jem ndaloj se tani kam 2 vjetë kontratë dhe jem rregull, mund të bëj çfarë du. Jo, nga ajo ditë unë kam fillu punën që pas 2 vjetëve të kem një kontratë edhe më të mirë se që kem dema tani. Për atë një mesazh për të gjithë të rinjtë të mirën me sport, të japin maksimumin, asnjëherë nuk shikohen paga ose parat në fillim, duhet shohin në një klub të organizuar, ndoshta edhe pa fare, vetëm të luajnë, të afirmohen. Para në futboll ka shumë para, edhe paraja do vjen. Unë s'kom fillu si trajner me pagën që kam tani. Unë kam fillu me një pagë 250 euro. Mjaftueshëm për të bërë një jetë mirë. Domethënë që ka fillu se kam qenë i angazhuar me klubin. Dhe shumë gjëra tjera që tani me i përmend mund të emocionohem edhe të ndërpresim emisionin. Kështu që familjes i kërkoj falje shumë, por edhe ato e dinë që unë këtë e bëj vetëm për ato, se ndoshta nesër mund të kthehem në Shkup dhe të punoj në një skuadër, por nuk do ishte ajo që ne tani mund t'ja lejmë vetes edhe për të jetuar mirë, edhe për të bërë ndonjë argjim pak më tepër, por edhe të bërë pushime pak më të mira. Gjithë çka bëhet normal, bëhet, mjetet sigurohen për ato, për fëmijët e mi, dhe afirmiteti ose suksesi ngelet për mua. Por pa sakrificë nuk arrihet kurrë. Nuk sakrifikoj vetëm unë, sakrifikojnë edhe bashkëshortja, edhe nëna ime, pa edhe fëmijët e mi, që ndoshta ndodhe me muaj nuk shihemi ose me javë ose. Dhe janë të mësuar, janë nga fillimi ose nga mosha shumë e vogël jam mësuar që unë mos jem çdo ditë në shtëpi. Urojmë shpresojmë të ju ketë pëlqyer ky insert. E deri në takimin tjetër me trajnerin, ne i dëshirojmë shumë suksese atij dhe Dritës.